Përshëndetje të nderuar shikues, nisi me edicionin qendror informativ të orës 20 këtu në Radio Televizionin Ora News, ku si çdo mbrëmje do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ndërsa të tjerat do të njihni. Ora News bardh ndryshimet në statutin e PS-s. Kryetari konfirmohet kur partia është në pushtet, zgjedhje vetëm nëse kërkon 10% e delegatëve. Afro 66.000 shqiptar kërkuar azil në vendet e PS gjatë vitit 2015, duke rënditur të pestët në raportin vjetor të Eurostat, rekord në Gjermani. Ivanov kritikon Europën se nuk po menaxhon si duhet krizën e refugjatëve, po ngrihen më shumë mure se gjatë luftës së ftohtë. Zyrtarët dhe deputetët kanë 2 muaj kohë të vetë deklarojnë pasardhëtinë e figurës ose do të ndiqen penalisht. Ndryshimi historik në rregullat e futbollit pas teknologjisë në vijën e Portës do të përdoret moviola në fushë. Ora News bardh projekt statutin e ri të Partisë Socialiste. Dokumenti me 95 nene që pritet të votohet në Kongresin e 19 marsit ndryshon mënyrën e zgjedhjes së kryetarit të partisë. Propozimi parashikon që kur partia është në qeveri dhe kryetari është kryeministër, atëherë zgjedhjet e brendshme për kryetar do të mbahen vetëm nëse 10% e delegatëve të Kongresit kërkojnë zgjedhje dhe kjo kërkesë mbështetet nga shumica e delegatëve në Kongres. Ora News ka siguruar projekt statutin e Partisë Socialiste të Shqipërisë, i cili do të votohet nga delegatët e kësaj partie në Kongresin e datës 19 mars. Statuti i ri përmban 95 nene në 116 faqet e tij. Kryetari i partisë, që ka qenë edhe pika më e nxehtë e statutit, ajo për të cilën është debatuar më së shumti, do të zgjidhet me 1 antar 1 vot, por ashtu siç ishte paralajmëruar edhe nga funksionarët të Partisë Socialiste, në rast se partia është në pushtet dhe kryetari zgjedhet kryeministër, partia do të zhvillojë zgjedhje vetëm nëse 10% e delegatëve kërkojnë zgjedhje, dhe kjo kërkesë mbështetet nga shumica e delegatëve në Kongres. Statuti rregullon dhe detyrat dhe antarët e Asamblesë Kombëtare, ku nga 145 antar parashikohet që numri total i antarëve të Asamblesë të shkojë në 220. Një detaj i rëndësishëm është se lista fituese e kandidatëve për antar të Asamblesë do të përmbajë më pak se 40% e antarëve nga secila gjini dhe 10% e këtyre listave duhet të jenë antar të fresh. Neni 58 i statutit shpreh papajtueshmërinë e mandateve të funksionarëve të shtetit me poste të caktuara në parti dhe kjo shtrihet deri tek administratori i njësisë administrative. Antarët e Partisë Socialiste do të jenë të detyruar të paguajnë kuotën financiare për partinë dhe nuk do të pranohen dhurata që i kalojnë shumën prej 1.000 euro nga shtetas të huaj ose shtetas shqiptar që banojnë jashtë vendit. Ky statut përmban edhe një kod etike në nenin 55 të tij, i cili rregullon marrëdhëniet e komunikimit brenda partisë dhe përcakton një formulë të cilën duhet të përmbush çdo kandidat përpara paraqitjes së kandidaturës së tij. 80 delegatë do të përfaqësojnë qarkun e Vlorës dhe të Gjirokastrës në Kongresin Socialist së 19 marsit, pas votimit të antarësisë së PS-s në këto rajone. Procesi i votimit në Vlorë u vëzhgua nga afër nga kryeministri Edi Rama dhe deputeti Koço Kogdhima. Shefi i qeverisë vlerësoi procesin e zgjedhjeve në PS, një shtys për reformat e qeverisë. Socialistët e Vlorës, Sarandës dhe Gjirokastrës kanë votuar për zgjedhjen e delegatëve që do t'i përfaqësojnë në Kongresin e 19 marsit, ku do zgjidhet dhe kryetari i ri i Partisë Socialiste. Në Vlorë, kryeministri Edi Rama ka ndjekur nga afër procesin që e cilësoi shtys për reformat në kuadër të mirë funksionimit të shtetit. Është një moment kyç për t'i dhënë një shtys edhe më të fortë reformave, për t'i dhënë një shtys edhe më të fortë transformimit të gjithanshëm të vendit, duke thelluar operacionin në çdo sektor për ta çliruar organizmin e vendit ton nga kanceri i shumë viteve pa shtet, pa reforma, pa institucione dhe pa asnjë sens të drejtimit. Për deputetin e Vlorës Koço Kogdhima, procesi i votimit për zgjedhjen e delegatëve vijoi normalisht, ndërkohë që sqaroi dhe shkakun e mosvotimit në njësinë administrative të Lazaratit. Lazarati nuk ka delegat, sepse mbi regjistrin që ishte në 31/12/2015 nuk plotësonte normën e përfaqësimit me një delegat. Kështu që në atë njësi është vetëm një njësi në fakt që nuk ka delegat dhe nuk mund të bëj votim kur s'ka delegat për votuar, sepse delegatët zgjidhen mbi bazën e njësive administrative me qëllim që të sigurohet shpërndarja e tyre, pra të kemi të përfaqësohen të gjithë. Rajonet Vlorë Gjirokastër do të përfaqësohen në Kongresin e 19 marsit me 80 delegatë gjithsej. Të gjithë funksionarët publik, përfshirë kryeministrin, ministrat apo deputetët brenda 2 muajsh duhet të vetë deklarojnë pasardhëtinë e figurës së tyre. Formulari i vetë deklarimit për çdo zyrtar të administratës do të hetohet nga prokuroria dhe në rast pajtueshmëria i shkarkohet
apo pengohet zgjidhet dhe emërohet në funksione publike. Gjithashtu, edhe refuzimi apo mashtrimi në deklarim sjell shkarkimin e zyrtarëve dhe ndjekjen penale të tyre. Deputetët dhe zyrtarët e lartë në të gjitha nivelet e administratës, brenda 2 muajsh nga hyrja në fuqi e ligjit të dekriminalizimit, detyrohen të vetë deklarohen për të shkuarën e tyre. Aktet në ligjore të cilat u miratuan nga Kuvendi pas negociatave intensive përcaktojnë që zyrtarët të plotësojnë formularët e vetë deklarimit dhe më pas të dorëzohen dhe regjistrohen pranë çdo institucioni në një regjistër të posaçëm me një numër unik identifikimi. Në qoftë se ky formular nuk plotësohet në të gjitha kërkesat e tij, zyrtari i kthehet mbrapsht dhe i lihet afat 5 ditë për të plotësuar. Në të kundërt, konsiderohet refuzim për të vetë deklaruar pasërtinë e figurës, çka sjell ndërprerjen e funksionit të tyre apo pengohet të zgjidhet apo emërohet në funksionet publike. Aktet nënligjore përcaktojnë një afat 3 mujor për të verifikuar të gjitha formularët e vetë deklarimit. Më pas është prokuroria e përgjithshme që kryen të gjithë procesin hetimor dhe në rast konstatimit të dhëna false në formular, ndaj zyrtarit aplikohet shkarkimi nga puna dhe ndiqet penalisht. Por, cilat janë pyetjet kryesore që duhet të marrin përgjigje nga zyrtarët e lartë? Formulari i detyron zyrtarët të deklarojnë generalitetet aktuale. Generalitetet e mëparshme në qoftë se ka përdorur, në qoftë se është dënuar ndonjëherë me vendim gjykate të formës së prerë brenda apo jashtë vendit. Gjithashtu zyrtari duhet të deklarojë në qoftë se ka qenë ndonjëherë në hetim ose gjykim nga një autoritet i huaj, apo i ndaluar dhe arrestuar nga organet ligjzbatuese për kryer në një vepre penale. Gjithashtu zyrtarët e lartë duhet të deklarojnë në qoftë se ndaj tyre është marrë ndonjë mas dëbimi nga një shtetas i huaj dhe të deklarojë vendbanimet apo qëndrimet jashtë shtetit. Të gjithë ata qytetarë që tashmë duan të shesin një automjet ose duan të ndërrojnë pronësinë, tashmë janë të detyruar që të plotësojnë një dosje me dokumenta dhe të nënshkruajnë kontratën tek noteri, udhëzimi i cili sapo ka hyrë në fuqi është ndërmarrë në kuadër të luftës anti-informalitet, por edhe si rezultat i shtimit të rasteve të mosshlyerjes së detyrimeve tatimore, edhe kur makina është shitur. Shmangja e detyrimeve tatimore nga qytetarët në rastet e ndërrimit të pronësisë së një automjeti kanë detyruar Ministrinë e Transporteve që të kërkojë një dosje më të plotë me dokumenta. Kjo masë është marrë në kuadër të luftës anti-informalitet dhe parashikon që do mos bëhet asnjë shit blerje automjetesh pa verifikuar më parë nëse ato kanë detyrime të papaguara. Ishin krijuar probleme me transaksionet e shitjes mjeteve sepse jo vetëm që nuk ishin evidentoshin sakt pronarët e rinj të mjetit, e dokumentacioni ishte i mangët kur kryeshin këto transaksione tek noterët, por dhe detyrimet financiare që barteshin nga blerësi i vjetër tek Iriu vazhdonin dhe njerëzit nuk e dinin akoma mbi detyrimet e taksave sepse nuk paraqiteshin në drejtorinë e transportit rrugor për të bërë përditësimin e lejes së qarkullimit që evidenton pronarin e ri të mjetit. Është detyrimi i kodit rrugor për brenda 10 ditësh kur shitet mjeti që duhet bërë edhe ky përditësim i lejes së qarkullimit dhe njerëzit e neglizhonin këtë gjë. Nëse këto kërkesa nuk do të zbatohen, atëherë në udhëzim parashikohen edhe masa penalizuese. Parashikohen një kujtesë për të gjithë ata që nuk i kryejnë këto veprime, kanë në kodin rrugor ishin parashikuar penalitete financiare dhe problemet të tjera në qarkullimin nëse nuk do të kryen siç duhen këto veprime. Udhëzimi ndër të tjera ka shtuar edhe elementët e kontratës notariale, e cila duhet të përmbajë generalitetet e plota të personave në cilësinë e shitësit dhe të blerësit, të dhëna teknike të mjetit dhe mbi të gjitha detyrimet financiare ndaj drejtorisë rrugore. Pas shpalljes së tenderit nga qeveria shqiptare prej $5 milion për fituesin e projektit rritja e sigurisë fizike dhe digjitale në shkollat e arsimit të mesëm, drejtuesit e shkollave shprehen se një gjë e tillë është mjaft pozitive. Ata mendojnë se kjo nisëm mendohet të rrisë ndërgjegjësimin tek nxënësit për shmangjen e incidenteve të mundshme. $5 milion është fondi limit i vënë në dispozicion nga qeveria për fituesin e tenderit rritja e sigurisë fizike e digjitale në shkollat e arsimit të mesëm. Projekti përfshin 60 shkolla në të gjithë vendin, 6 prej të cilave në kryeqytet. Petronini Luarasi është një prej shkollave, e cila do të pajiset me kamera sigurie brenda dhe jashtë ambienteve të shkollës. Sipas drejtores, aktualisht shkolla ka vetëm 3 kamera sigurie jashtë ambienteve të saj, të cilat nuk mjaftojnë. Këto kamera që mendohet të vijen sot, mendohet të vijen jo vetëm thjesht monitorim, por do kenë edhe sinjalizimin. Ajo që unë kam kërkuar faktikisht kam kaq kohë është pjesat e monitorimit edhe brenda, sepse duke e parë pjesën që me vendosjen e këtyre kamera jashtë
çdo gjë është e kontrolluar dhe çdo individ kontrollon dhe sjelljen e tij. Mendoj dhe kam kohë që kërkoj të vendosë dhe kamerat brenda shkollës, në korridoret e shkollës. Sipas drejtores të Uta Bracaj, përfshirja e gjimnazit Petronini Luarasi në listën e shkollave ku do të vendosen kamera sigurie është bërë për 2 arsye. Edhe numri nxënësve, që kemi shumë nxënës, por edhe zona që jemi afër bllokut të jetë më identifikueshëm negativi. Përveç Tiranës, kamera sigurie do të vendosen dhe në qytete të tjera të vendit, si Berat, Elbasan, Korçë, Gjirokastër e të tjerë. Afro 66.000 është numri i shtetasve shqiptar që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian gjatë vitit 2015. Informacioni që vjen nga raporti më i fundit të Eurostat bën me dije se 5% e emigrantëve në vetin që lan pas kanë ardhur nga vendi ynë. Në dokument paraqitet gjithashtu edhe destinacioni më i kërkuar nga shqiptarët, që është pikërisht Gjermania. Ndërkohë, raportohet se në vitin 2015 ka patur një rekord sa i përket numrit total të kërkesave për azil, teksa shifrat i kanë kaluar 1.2 milion persona. Eurostat ka publikuar raportin më të fundit për azil kërkuesit, në të cilin bëhet me dije se në total 65.935 shtetas shqiptar kanë aplikuar për azil në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas dokumentit, destinacioni më i kërkuar nga shqiptarët ka qenë pikërisht Gjermania, në të cilën janë depozituar gjithsej 53.805 aplikime. Shqipëria është renditur në vendin e 5 sa i përket vendeve nga prej kanë ardhur edhe shumica e kërkesave për azil, duke u vendosur pas Sirisë, Afganistanit, Irakut dhe Kosovës. Edhe numri i shtetasve kosovar që kanë kërkuar strehim në vendet e Europës Perëndimore ka qenë tepër i lartë, me 68.885 aplikime, duke shënuar kështu 5% të totalit të kërkesave. Në terma të përgjithshëm, Eurostat njofton se në vitin që lan pas, mbi 1.2 milion emigrant kanë udhëtuar drejt vendeve të BE-s, me shpresën e qëndrimit të prershëm. Kjo shifër është 2 herë më e lartë se ajo e regjistruar në vitin 2014. Largimet më masive kanë qenë nga Siria, ndikuar edhe nga lufta civile që vijon prej 5 vitesh. Qytetarët sirian kryesojnë listën me 362.775 kërkesa për azil. Nuk mbeten prapa as 2 vendet e tjera të lindjes së mesme, që janë Afganistani dhe Iraku, me respektivisht 178.230 si dhe 141.535 kërkesa. Vendi që ka pritur më shumë refugjat ka qenë Gjermania, e cila në vitin që lan pas ka strehuar 441.800 azil kërkues. Presidenti i Maqedonisë, Gjorge Ivanov, nuk i ka kursyer kritikat e tij kundrejt Bashkimit Evropian duke e fajsuar bllokun për paaftësi në menaxhimin e krizës së emigrantëve. Ai shprehur se Europa tani ka më shumë ure se gjatë kohës së luftës së ftohtë. BE-ja është pa që fort sa hallka e saj më e dobët, e cila për momentin është Greqia, ishin fjalët e Ivanov. Presidenti i Maqedonisë Ivanov ka lëshuar një lumë me akuza në drejtim të Bashkimit Evropian, cilin e fajson për paaftësinë e treguar në menaxhimin e krizës së emigrantëve. Ai deklaroi se në kontinentin e vjetër janë ngritur më shumë ure nga sa kishte gjatë periudhës së luftës së ftohtë. Sipas Ivanov, kërcënimi i lëvizjes së lirë është një humbje e rëndë për bllokun me 28 antar. Europa tani ka më shumë ure se gjatë kohës së luftës së ftohtë. BE-ja vendosi që t'i japte kufijtë e brendshëm pa siguruar ata të jashtëmit, dhe tani vendet antare po mundohen që të kryejnë një punë që duhet ta kishte marrë përsipër Unioni. Bashkimi Evropian është pa aq i fortë sa hallka e tij më e dobët, dhe për momentin kjo hallkë është Greqia. Ndërkohë, situata avion të mbetet e rënduar në kufirin greko-maqedonas, ku mbi 12.000 emigrant kanë mbetur të bllokuar. Rreshjet e shiut e kanë vështirësuar edhe më shumë qëndrimin e tyre, teksa shumë prej azil kërkuesve kanë patur edhe komplikacione shëndetësore. Organizatat humanitare japin alarmin se ndihmat, ushqimi dhe medikamentet janë drejt fundit dhe se situata mund të dalë shumë shpejt nga kontrolli. Kriza mund të thellohet edhe më tepër në kushtet kur mijëra refugjat vijojnë të mbeten çdo ditë në brigjet e ishujve grek si edhe në portin e Pireut. Në një kohë kur liderët e Bashkimit Evropian po përpiqen që të ruajnë regjimin pa viza Schengen, goditja e radhës vjen nga Belgjika. Qeveria belge ka vendosur afro 300 forca policore pranë kufirit me Francën, ndikuar nga shkatërrimi i kampit të refugjatëve që ndodhej në kalet e Francës. Autoritetet druan se prishja e tendave, në cilat qëndronin afro 3.000 azil kërkues, mund të sjellë një valë refugjatësh drejt Belgjikës.
Belgjika është bërë vendi i 7 brenda zonës Schengen që ka rivendosur kontrollet në pikat kufitare. Në ndarje territoriale me Francën, Belgjika ka dërguar afro 300 polic dhe kjo konsiderohet si një tjetër goditje për shtetet e Bashkimit Evropian, në një kohë kur Unionit po i kërcënohet lëvizja e lirë pa viza. Vendimi i qeverisë belge erdhi pas shkatrimit të kampit të Calais, që ndodhet në veri të Francës. Në qendrën e azilkërkuesve në Calais ishin vendosur të paktën 3.000 emigrantë dhe autoritetet belge druhen se prishja e instalacioneve të ngritura nga azilkërkuesit mund të sillte një valë të re refugjatësh që mund të udhtonin drejt Belgjikës. Qytetarët evropianë që kanë lëvizur gjatë orëve të fundit nga Franca drejt Belgjikës janë detyruar që të tregojnë kartat e identitetit për të vijuar rrugën e tyre, përveç mjeteve identifikuese. Policët kanë kontrolluar edhe automjetet të cilat mund të jenë dukur si të dyshimta. Kriza e emigrantëve ka shkaktuar një impakt të jashtëzakonshëm, duke dëmtuar rënd edhe regjimin pa viza Schengen. Lëvizja e lirë midis shteteve është edhe një prej pikave që do të diskutohet në samitin urgjent të emigrantëve, që do të mbahet në Bruksel më datë 7 mars. Policia turke përdori forcën për të shpërndarë mbështetësit e Fethullah Gülen, një ditë pasi mori në kontroll gazetën Zaman e njohur për mbështetjen ndaj klerikut. Por veprimet e fundit të Ankaras kanë sjellë reagimin e Brukselit dhe Washingtonit që kanë shprehur shqetësim për lirinë e shtypit në Turqi. Policia turke ka përdorur plumba prej gome, gaz lotësielës si dhe ujë me presion për të shpërndarë një grup prej afro 500 protestuesish, të cilët kundërshtojnë mbylljen e një prej gazetave më të mëdha në vend. Gjykata vendase mori vendimin për të pezulluar aktivitetin e gazetës Zaman, gjë që shkaktoi protesta masive. Autoritetet arritën që t'i neutralizonin përkohësisht protestuesit, të cilët u futën sot në ditën e dytë të protestës. Ata thonë se qeveria po cënon rënd lirinë e fjalës dhe atë mediatike. Autoritetet turke janë kritikuar edhe nga mbar opinionin ndërkombëtar për trajtimin e bërë ndaj medias pasi vetëm një javë më parë ata ndaluan transmetimin e një televizioni privat, duke akuzuar për propagandë terroriste. Ndërkohë me buj u prit edhe arrestimi i 2 gazetarëve të gazetës Cumhuriyet, Erdem Gul dhe Sandu Ndar. Ata u liruan vetëm pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila gjykoi se gazetarëve u ishin dhunuar të drejtat. Ngjarja është dënuar edhe nga zyrtarë të lartë të BE-s dhe të Shteteve të Bashkuara. Komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn theksoi se ndihej mjaft i shqetësuar për çështjen e gazetës Zaman, ndërkohë që zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby shprehu keqardhje në emër të Shteteve të Bashkuara për mënyrën se si po trajtohen mediat në Turqi. Ndorojmë tërësisht temën e informacioneve. Në një vjetorin e qendrës rinore të Tiranës, kryebashkiaku Velia i është përgjigjur kritikëve të tij duke theksuar se po sulmohet për shkak se po ndryshon perspektivën e kryeqytetit. Për Veliajn, ata që kundërshtuan një vit më parë ndërtimin e qendrës janë po të njëjtët që kundërshtojnë ndërtimin e parkut për fëmijët e Kliqeni. Në kuadër të një vjetori të krijimit të qendrës rinore, Ministria e Mërqënies Sociale organizoi një ceremoni ku i pranishëm ishte edhe ish-ministri njëkohësisht kryetari i bashkisë Erion Veliaj. Kryebashkiaku e krahasoi situatën sot me atë të një viti më parë, kur tha se ata që kundërshtojnë projektet në shërbim të fëmijëve sot dhe qytetarëve janë të njëjtët që kundërshtuan ndërtimin e qendrës, e cila ka rezultuar si një ndër projektet më të rëndësishme për Tiranën. Kështu që për gjithë ata që sot ndoshta mendojnë që është hera e parë që bëhet sherr për punët publike, kujtoni që para një viti ishte eksaktësisht kështu. Dhe të njëjtat forca që donin ndalonin progresin atëherë, ndalonin progresin dhe sot. Dhe më vjen mirë që pas një viti ne do shkojmë takojmë në një vend tjetër, kur themi gjithë kjo zhurmë për çfarë? Për një park fëmijësh, për një vend ku ne tashmë kemi mbjellë 2500 pemë, po ku dhe fëmijët meritojnë të kenë po aq hapësirë sa kanë të triturit. Pasi vlerësoi punën e ish-kreut të Ministrisë së Mërqënies Sociale Erion Veliaj, ministri aktual Blendi Klosi i kërkoi atij të rishikojë gjobën prej 40 milion lekësh, të vendosur nga administrata paraardhëse, e cila u vendosi penalitet pasi u ndërtua qendra. Ai di të bëhet mbasi një qendra më e mirë që mbledh dashurinë në vend, ngeli edhe një gjë tjetër fal. Ngeli një gjobë e cila ka ardhur nga Bashkia e Tiranës për këtë qendër, kur ti punoje atëherë, janë 40 milion lekë. 40 milion lekë i vuri ish Bashkia Ministrisë Kulturës, Ministrisë Rinisë ka ço, një gjobë e cila tani Erioni na kërkon ta marrim. Erioni kërkon t'ia marrë vetes vet. Pra Erion nuk harrohen gjërat. Ato që ata kanë bërë kundra kësaj qendre janë të pashkruara. Këto gjobë do ta rikthejmë, besoj ti do ta dish ta trajtosh. Ministri Blendi Klosi garantoi se qendra të tilla rinore si kjo në Tiranë do të hapen edhe në 4 qytete të vendit.
Petrit Vasili dhe Shpëtimi Drizi kanë bashkuar zërat për t'i kërkuar Bashkisë së Tiranës më shumë vëmendje ndaj ekipit të Tiranës. Duke reaguar pas humbjes së ekipit Bardeblu në derbin e kryeqytetit, Vasili u shpreh se futbolli i Tiranës është lënë pas dore nga bashkia, ndaj edhe kërkon reflektim të menjëhershëm. Derbi i kryeqytetit gjithmonë ka tërhequr edhe vëmendjen e politikanëve për cilësinë e lojës dhe rezultatet. Pas humbjes së Tiranës përballë Partizanit, kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, dhe kryetari i PDU-s Shpëtimi Drizi janë shprehur të zhgënjur dhe kanë kërkuar nga Bashkia e Tiranës më shumë vëmendje ndaj ekipit Bardeblu. Në një reagim për median, Petrit Vasili thotë se ndër vite Bashkia e Tiranës e ka lënë skuadrën pas dore, ndërsa kërkohet dhe një reflektim urgjent për këtë gjendje. Kryeqyteti meriton një skuadër dinjitoze. Bashkia si aksionere është larg detyrimeve që ka. Duhet ketë një reflektim urgjent nga ana e Bashkisë Tiranës. Këshilltarët bashkiak duhet të reagojnë për këtë situatë, pasi jeta e kryeqytetit është e varfër pa futbollin. Duhet që të respektohet tradita 10-vjeçare e Sport Klub Tiranës. Shqetësimit të Vasilit janë bashkuar edhe kryetari i PDU-s Shpëtimi Drizi, i cili thotë se Tirana është krenaria e kryeqytetit dhe meriton vëmendjen e bashkisë. Idrisi paralajmëron se këshilltarët e PDU-s në Këshill Bashkiak do të ngrenë këtë çështje. Pas ndeshjes së të premtes, Partizani mbetet në vendin e dytë me 52 pikë, një pikë larg kryesuesve, ndërsa Tirana në vendin e tretë me 39 pikë. Inspektoriati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit shembi me shpërthim të kontrolluar një ndërtesë 4-kaçe në qytetin e Sarandës. Drejtoria i IKMT-s Dallëndyshe Bici tha për Ora News se ndërhyrja ishte e kërkuar nga Bashkia Sarandë për t'i hapur rrugë zbatimit të planit urbanistik të qytetit. Bici tha se aksioni do të shtrihet edhe në Vlorë dhe Himar para sezonit turistik. Një godin 4-kaçe në Sarandë është shembur përmes shpërthimit të kontrolluar nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Objekti u shem pasi kishte bllokuar punimet për ndërtimin e rrugës lidhëse me portin e Mallrave. Drejtoria e IKMT Dallëndyshe Bici tha në një intervistë telefonike për Ora News se ndërhyrja u krye pas kërkesës së bashkisë në kuadër të planit urbanistik të qytetit të Sarandës. Kjo ishte një kërkesë e Bashkisë së Sarandës për të realizuar projektet e saj dhe për të hapur rrugën. Ne kemi prej kohësh që punojmë, kemi filluar punën tonë e Berdesin, nuk është vetëm ky objekt, janë edhe disa objekte të tjera, të cilët do të realizohet në vitet në vazhdim. Nga Bashkia e Sarandës është bërë kërkesë edhe për 5 objekte të tjera, të cilët janë të masive të ndryshme, 1 dhe 2 kaçe. Pas Sarandës, aksioni i IKMT-s do vijojë edhe në zona të tjera bregdetare, si në Kavaj, Vlorë dhe Himar. Vetëm 20 ditë nga hyrja në fuqi e moratoriumit të pyjeve janë vendosur 9 masa administrative me një total për 450 milion lekësh të vjetra. Lajmin e ka bërë të ditur kreu Inspektoratit Shtetëror të Mbrojtjes së Pyjeve, Ergjys Agasi, sipas të cilit vetëm në muajin shkurt në rang vendi janë bërë nga ky institucion 750 inspektime. Vetëm 20 ditë pas hyrjes në fuqi të ligjit për moratoriumin e pyjeve, Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit ka konstatuar 9 shkelje, ndaj të cilave janë marrë masat e nevojshme administrative, duke u vendosur në total 450 milion lekë gjoba. Rastet e ndaluara dhe të konstatuara janë kryesisht në Tiranë, Elbasan, Lezhë, Korçë dhe Shkodër. Në të gjitha rastet janë sekuestruar një total për 59 metër kub lëndë ndrysore. Pavarësisht inspektimeve të shumta dhe të përditshme në terren, fokusi kryesor i punës së inspektoriatit ka qenë informimi i komuniteteve dhe subjekteve mbi legjislacionin në fuqi dhe masat që duhet marrë në zbatim të tij. Kryeinspektori Ergjys Agasi, në një deklaratë për mediat vuri në dukje faktin se vetëm në muajin shkurt, në rang vendi nga Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit, janë bërë 750 inspektime. Inspektime të cilat 150 për tyre kanë të bënë me moratoriumin e quetisë. Për shkeljet e konstatuara janë kallëzuar në organet e prokurorisë 4 shtetas, si dhe janë vendosur gjithsej 52 masa administrative, dënim me një vlerë prej 48.2 milion lekësh dhe me një vlerë dëmi prej 1.5 milion lekë. Përveç gjobave në pyje janë sekuestruar armgjau, duke ndëshkuar autorët për gjuetin e palishme, bimët medicinale dhe prodhimet e dyta pyjore. Agasi u bëri apel qytetarëve që çdo rast shkelje të ligjit për moratoriumin e pyjeve ta denoncojnë në aplikacionin e ri Mjedisi IM. Gjithashtu, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit ka filluar implementimin e një projekti për monitorim me kamera të akseve rrugore të transportit të lëndëve drusore.
Qendra shëndetësore numër 2 në kryeqytet tashmë do të ofrojë ekzaminime të sëmundjeve kardiake për rreth 300.000 qytetarë të kësaj qendre. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa ka inspektuar këtë investim, ndërsa premtoi se reparte të tilla të kardiologjisë do të ngrihen edhe në 11 spitale rajonale dhe në 3 poliklinika në Tiranë. Drejtoresha e Poliklinikës së Specialiteteve numër 2, Mirela Hasanaj, u shpreh se kohët e fundit ka patur shtim të rasteve me probleme kardiologjike, të cilat janë zbuluar pas check-upit të përgjithshëm. 300.000 banor të kryeqytetit do të përfitojnë shërbim të specializuar për sëmundjet kardiake pranë qendrës shëndetësore të vendbanimit. Gjatë përurimit të kabinetit të ri të kardiologjisë në qendrën shëndetësore numër 2, Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa ju shpreh se ky është një shërbim i cili do të ofrohet edhe në 11 spitale rajonale dhe në 3 poliklinika në Tiranë. Të ulim sa më shumë ngarkesën në QSUT. Si ky kabinet funksionojnë tashmë që nga fillimi i vitit në 11 spitalet rajonale të vendit, po vije në punë në 4 qendra shëndetësore të specialiteteve që kemi në Tiranë dhe është mishërim i angazhimit ton për burim universal për kontrolli parandalues. Drejtoresha e Poliklinikës së Specialiteteve numër 2, doktoresh Mirela Hasanaj, ka theksuar se gjatë muajve të fundit ka pasur një rritje të numrit të pacientëve, të cilët kanë kryer ekzaminime kardiake. Këtë muaj, nga statistika që kemi marrë ne si qendër shëndetësore, për këtë muaj na është rritur shërbimi për ekokardiake për 30 pacientë që vinë direkt nga check-upi. Po, ka pasur një rritje për këtë muaj dhe për provën ushtrimore, pothuajse 2 deri në 3 pacientë që duan të kryejmë provën ushtrimore të rekomanduar nga mjeku specialist kardiolog direkt nga check-upi. Repartet e kardiologjisë synojnë që të ulin radhën e pritjes për një shërbim që konsiderohet me barrën më të lartë të sëmundshmërisë në vend. Avokati i popullit Igli Totozani ka përkrahur banorët e prekur nga përmbytjet në zonën e Shkodrës dhe ata që preken nga rikonstruksioni i stadiumit Loro Boriçi. Totozani premtoi se do të shqyrtojë ankesat e tyre dhe nëse heshtja e autoriteteve do të vijojë, ka këshilluar të ndjeken rrugën ligjore. Prej 4 vitesh banorët e Nën Shkodrës nuk marrin dëm shpërblimin që u takon për shkak të përmbytjeve. Përballë kësaj situate dhe protestave të vazhdueshme, banorët janë drejtuar sërish me një kërkesë avokatit të popullit Igli Totozani, ku i kërkojnë ndërhyrje për çështjen e parave, duke i cilësuar si të ligjshme kërkesat e tyre. Avokati Igli Totozani u shpreh. Është një çështje thashë që është e njohur dhe ne do të vazhdojmë ndjekjen e saj, jo vetëm nëpërmjet raportit që është raportimi i parë si avokat populli, por edhe një rekomandim i të ardhshëm. Së dyti, gjatë gjithë kësaj kohe, ne besojmë me dëshirën e qytetarëve që kishin ardhur në zyrën tonë, do të vazhdojmë të bashkëpunojmë që nëse do të shikojmë që nuk do të kenë rezultate rekomandimet tona, do t'i orientojmë ata drejt zgjidhjeve më të përshtatshme institucionale. Totozani është njohur edhe me problemin e banorëve që preken nga rikonstruksioni i stadiumit Loro Boriçi, të cilët pretendojnë se aksioni për prishjen e banesave të tyre i penalizon padrejtësisht. Avokati siguroi banorët se do të nisë verifikimet për këtë çështje. Natyrisht do ta ndjekim në vazhdimsi mbasi kanë bërë ankesën për të parë dhe dokumentacionet e tjera, po këtu do të fillojmë tek ekzistenca ajo e një konsultimi publik dhe pastaj do të vazhdojmë më tej me ndjekjen e procedurave që institucionet përkatëse kanë ndjekur apo jo dhe do të japin sipas rastit rekomandimet përkatëse. Në qytetin e Shkodrës janë mbi 20 objekte të cilat rrezikojnë të shemben për t'i hapur vend të rikonstruksionit të stadiumit Loro Boriçi. Ndryshime historike në rregullat e futbollit. Bordi i Federatave të Futbollit gjatë mbledhjes së zhvilluar në Welsh ka vendosur përdorimin e moviolës për çdo episod të dyshimit gjatë një ndeshje. Moviola në fush vjen vetëm pak kohë pas nisjes së përdorimit të teknologjisë në vijën e Portës. Ky ndryshim do të nisë në sezonin 2017-2018 për një periudhë 2 vjeçare eksperimentuese. Bordi i Federatave të Futbollit është mbledhur në Cardiff të Walesit dhe ka miratuar përdorimin e pamjeve filmike për raste të dyshimta në një ndeshje futbolli. Ky ndryshim do të fillojë në sezonin 2017-2018 për një periudhë 2 vjeçare eksperimentuese. Aktiviteti i parë në cilin do të kemi moviolën në fush do të jetë Europiani vitit 2020. Moviola në fush do të përdoret në rastin e golave, faullave, pozicioneve jashtë loje, kartoni kuq dhe 11 metrëshit, por në çdo rast arbitri do të jetë ai që do të japi vendimin përfundimtar. Për sa i përket vendimit, presidenti i sapo zgjedhur i FIFA-s Infantino tha ndër tjerash, morëm një vendim historik për futbollin dhe tani kërkojmë që të jemi sa më të hapur. Mua personalisht më pëlqen tradita, por nuk mund të injorojmë procesin teknologjik.
Gjithashtu Infantino tha se rregulli i kartonit kuq automatik për lojtarin e fundit ose portierin që shkakton 11 metësh nuk do të jetë. Nëse portieri ose mbrojtësi në përpjekje për të kapur topin shkakton një ndërhyrje pa rregullt brenda lojës korrekte, nuk do të jepet kartoni kuq, por vetëm i verdh. Por në të gjitha rastet e tjera, në ndërhyrjet e forta të dhunshme që mohojnë një gol, do të ketë karton të kuq. Ky vendim i ri do të hyjë në fuqi që në datën 1 qershor për Europianin France 2016 dhe për Kupën e Amerikës.